Kush ka parasysh që mënyrën se si postulet presidenti Trump në krye të shtëpisë bardhë administratën e tij, natyrisht edhe përkundrejt Ballkanit, por Evropës, Azisë, Indjes Mesme, e shumë Rusisë, e kështu me radhë, natyrisht që shikohen dallime të dukshme. Dhe në këtë pikpamje nuk përjashtohet edhe një dallimi politikës amerikane përkundrejt Ballkanit. Kjo përfshin edhe pak më parë, pra heqjen e sanksioneve nga departamenti i Thesarit, duhet theksuar kjo. Për shkak të faktit që Shtetet Bashkuara të Amerikës e konsiderojnë Bosnjë-Hercegovinën një shtet i cili është shumë i brisht. Dhe fakti që ata u përpoqën ta joshin Dodik me heqjen e sanksioneve, ata kërkojnë prej tij që ai mos të shtyjë më tej deklaratat e tij për një pavarësi të njëanshme të serbëve të Bosnjës apo elemente të tjerë që mund sjellin destabilizimin në rajonin e Ballkanit, edhe më gjerë, duke pasur parasysh që Shtetet Bashkuara të Amerikës ende kanë trupa në rajon dhe konsiderojnë atë si një rajon që përbën kyç në pjesën e stabilitetit të Evropës juglindore dhe në krahun juglindor të NATO-s. Qartë, po diçka shumë interesante që diskutoi në këtë rast, në rastin e këtij Milorad Dodik, ishte që ishte lobuar shumë fort pranë administratës Trump për këtë gjë. Dhe ne e dimë që serbët në përgjithësi janë përpjekur fort përmes lobimit dhe shumë rezultate në arenën diplomatike i kanë arritur dhe përmes lobimit, mirë për ta dhe keq për ne shqiptarët, po them në përgjithësi, sidomos kur bëhet fjalë për çështje të ndjeshme. A është kjo një mundësi që në administratën Trump ti mund të arrish parimisht çfarë të duash përmes një lobimi të suksesshëm, po them si metodë pune? Lobimi është pjesë e politikës amerikane. Është një veprimtaria rregulluar me ligj, cilësimi është ligji për aktorët e jashtëm, të gjithë kompanitë e lobingut në Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të regjistruar pranë departamentit të drejtësisë, për asaj që quhet ligji far. Por nga kjo pikpamje unë do të thoja që pjesa e lobimit ka rolin dhe peshën e vet, nuk përjashtohet në këtë rast, qoftë përse përket rastit të zotit Dokit apo edhe për raste të tjera në Ballkan apo në vende të tjera. Ju e keni parasysh që dhe vetë kriza e lindjes mesme, kryesisht ajo që ndodhi midis Izraelit dhe Palestinës, përveç interesit gjeopolitik dhe gjeostrategjik, kishte edhe shumë elemente të lobimit të drejtë për drejtë, duke përfshirë dhëndrën e presidentit Trump që ishte me origjinë një nga krushit e tij, që me origjinë libaneze, që pati rol të madh edhe gjatë fushatës elektorale të zotit Trump. Nuk përjashtohet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kush ka parasysh mënyrën se si funksionon sistemi politik amerikan. Por për te lobimi, besoj që në fund fare Departamenti i Shtetit, Pentagoni dhe shumë agjenci të tjera të Shtetet Bashkuara të Amerikës vlerësojnë dhe karakterin dhe aspektin gjeostrategjik para se ndërmarrin një vendimarrje të tillë. Qartë, ikim nga bota serbe dhe vim në Kosovë, atje ku në Senatin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është depozituar një projekt ligji i quajtur Western Balkans Democracy and Prosperity Act, i cili nuk është miratuar ende, thuhet, i cili në kapitullin e vet të 11 sa i takon marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë thotë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të përfshihen, po e perifrazoj, nuk do të përfshihen në asnjë çështje që ka të bëjë me shkëmbim territoresh apo ndryshim kufish, por vetëm në njohje reciproke të përbashkët midis këtyre dy shteteve, që në fakt formalizon atë që është në fakt edhe projekti politik i Kosovës, pra shkëputja përfundimtare nga Serbia dhe njohja reciproke. A është ky një lajm i madh sa i takon pikërisht çështjes Kosovës dhe një ndryshim kursi, po themi, i administratës Trump në raport me këtë çështje? Në këtë rast bëhet fjalë projekt rezolut të prezantuar nga Senatin Amerikan nga 2 senatorë. Edhe këtu bëjmë pjesë tek ajo që quhet lobimi që ju thatë pak më parë. Megjithatë, kjo është interesin e stabilitetit rajonal, veçanërisht i cili për Shqipëria ka një rëndësi të veçantë strategjike, gjeopolitike, por mbi gjithë politikës jashtme në nivel kombëtar, sepse është shteti i dytë shqiptar në Ballkan. Kështu që unë besoj edhe në rast se ajo miratohet ose në rast se nuk miratohet, për Shqipërinë ka interes sepse tregon që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kongresin dhe Senatin Amerikan, ka zëra të ndjeshta për shkak të asaj që po ndodh, veçanërisht të marrëdhëniet midis Serbisë dhe Kosovës. Dhe një sinjal nga Shtetet e Bashkuara për të konsoliduar stabilitetin dhe pavarësinë e Kosovës, merr një vlerë dhe rëndësi të veçantë gjeopolitike për Shqipërinë dhe për faktorin shqiptar në Ballkan.
Qartë, që do të thotë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të përfshihen në një njohje të drejtë për drejtë dhe reciproke mes dy shteteve, siç janë, pra pa ndryshim kufish, pa shkëmbim territorësh dhe këto hapje në kutive të Pandorës që në Ballkan rezulton shumë problematike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë nga shtetet e para që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe kjo ka qenë fati dhe si thua rëndësia më e madhe gjeopolitike që ka pasur zgjidhja e çështjes së Kosovës në raport me faktorin shqiptar Ballkan. Kështu që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dilema në këtë pjesë. Ajo çfarë ka rëndësi është fakti se sa shpejt do të ecë zgjidhja dhe normalizimi i marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës, dhe veçanërisht ajo që është thembra e Akilit, a do ta marrë Serbia vendimin për ta njohur Kosovën si shtet, gjë që mund ta rikthejë stabilitetin në rajonin e Ballkanit perëndimor në mënyrë përfundimtare, sepse është një nga çështjet që mban peso stabilitetin por dhe procesin e integrimit të dy vendeve në Bashkimin Evropian, veçanërisht të Serbisë. Shkurtimisht përpara se t'ju pyes edhe për njohjen e Kosovës nga Siria, për ta mbyllur këtë çështje fare, si duhet të jetë raporti që klasa politike në Kosovë duhet ketë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Tani unë e di që ky është një emision më vete, e kuptoj shumë qartë, por po them sa i takon pikërisht kësaj që ne po flasim. Po besoj klasa politike në Kosovë nuk ka asnjë dilemë në raport me marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës konsiderohen partner strategjik dhe partneri kryesor mbi cilën Kosova ka ndërtuar marrëdhëniet e saj para shpalljes pavarësisë dhe pas shpalljes pavarësisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Kosovë kanë rolin etimit, që është shteti më pro-amerikan në botë nga gjitha anketat dhe statistikat, dhe kjo është më se normale. Që besoj unë nuk shikoj ndonjë dallim shumë të madh. Natyrisht qeveria Kurti përkundër qeverive të tjera pararse Kosovë është përpjekur të ketë një qasje paksa më të vendosur në raport me disa çështje që janë konsideruar tabu në Kosovë, siç është pjesa e asociacionit të komunave serbe, i autoritetit të qeverisë të Kosovës në veri, që për izë vërtetës komunitetit ndërkombëtar është përpjekur të ecë me hapat ngadalë, duke luajtur një lloj baleti në akull, ndërkohë që Kurti dhe qeveria e tij shpesh është përpjekur të ketë një qasje më të drejtë për drejtë, pa një lloj delikatese, që mund t'ia kërkuar komunitetin ndërkombëtar. Por gjithsesi unë jam i bindur që në çdo veprim që ka ndërmarrë qeveria Kurti, pavarësisht reagimeve që ka pasur në nivel diplomatik,